Të nderuar miq, mirë se shihemi sërish në kjo është koha, erdhi momenti që të takohemi sërish në këtë muaj të begatë të Ramazanit, ku në këtë takim të radhës do të fokusohemi tek Ramazani, ashtu siç janë takimet e zakonshme në këtë cikël, por Ramazani si një mysafir i shpirtit, Ramazani i cili troket së pari në shpirtrat e besimtarëve. Çfarë efekti ka kjo trokitje, çfarë efekti ka kjo zëmërgjësie çdo besimtari për ta pritur këtë mik të rrallë, të madh dhe çfarë marrin nga njëri tjetri këta dy miq kur takohen. Cilat janë efektet sociale të Ramazanit dhe jo vetëm ato individuale, si e ruan dhe si e kuron atë që kryesisht është deformuar më së tepërmi, së fundmi, si pra familja, si e ruan shoqërinë, si na ruan identitetin dhe si na bën gjithashtu njerëz të cilët do synojnë dhe do fitojnë atë që është parajsa e Zotit. Për gjitha këto ne do të flasim me Hoxhën e nderuar Bekir Alimi, i cili i urojmë mirëseardhjen. Hoxh, mirë se vini. Mirë se u gjetëm i lidh në këtë emision tuaj. Lutim Allahun e Madhëshëm që Allahu të bekon angazhimin tuaj. Pasi që ky angazhim bëhet në këtë muaj të madhërishëm, ku edhe shpërblimet shumë fishohen, po sidomos duke pas parasysh se ky emision dedikohet popullatës tonë, e cila jeton në një ambient të një shkretire shpirtërore dhe ka nevojë për një freski shpirtërore që Ramazani ja mëson gjithëve, po ju konkretisht me këtë program, në këtë ekran televiziv, e ndihmoni që një qytetar të vendit tonë të ketë mundësi të freskohet me këto porosi dhe udhëzime dhe udhërëfime që i ndajmë së bashku në këtë emision. Dhe ndoshta duke hequr pak modestin e këtij emisioni, ndoshta është ndër të rrallë ndër të vetme që flet për shpirtin, aty ku ne do të ndalemi pak, pasi shpesh hapësira publike dominohet nga konfliktet politike, nga shifrat e shumta, po fatkeqësisht kronika e zezë. Bota sot në përgjithësi e këtu kene në veçanti ana materialiste është dominante në gjitha kalkulimet. Kryefjala e çdo do të fjalimi edhe këtu s'do mend se ky emision pa modesti, domethënë thonë edhe është më së saktë, është ndoshta guri i vetëm në këtë shtëpi që mund të jep një lloj stabiliteti dhe sigurie kësaj godine. Dhe andaj ju përgëzoj për këtë emisione dhe lut Zotin e Madhëshëm ta shpërblej të gjithë ata që janë pjesë përbërëse e iniciativës dhe realizimit. Po, që sigurisht sot duken vetëm ne të dy, po janë një ekip i madh që quhet, po. Andaj unë shpresova rastin të lut Allahun e Madhëshëm që të shpërblej ata, sepse me të vërtetë është një kontribut i jashtëzakonshëm për mirëqenien e gjithë qytetarëve të vendit tonë, pa përjashtim, musliman dhe jo musliman. Ai shërben gjithë shoqërisë. Po, sepse problemet shpirtërore i kanë gjithë. Edhe fond njeriu, tani megjithëse kjo është temë tjetër, po njeriu në momentin që ka shqetësime shpirtërore, ai nuk zgjedh të kujt i drejtohet për ta zgjedhur problemin shpirtëror. A është hoxh, a është prift, më rëndësishme është të ndihmoj ai për ta tejkaluar shqetësim shpirtëror që e ka. Dhe për këtë shkak themi na se ky kontribut është i jashtëzakonshëm, është shumë i madh, lutem Allahun që shpërblen për çdo hap dhe çdo mund që bëni këtë drejtim. Amin, dhe për ju që keni bërë goxha rrugë nga Shkupi. E keni tani unë tham ndryshe, tham na kemi detyrë dhe obligim, të jemi në shërbimin e fesë fillimisht, pastaj jemi edhe në shërbimin e popullit. Kjo që ne nuk e ndijmë veten të privilegjuar, po e ndijmë veten se jemi duke kryer detyrën. E pyetja dhe ajo që na e dëshirojmë është lutim Allahun që të jemi në nivel të përgjegjësisë. Ta kryjmë këtë detyrë në formën më të mirë të mundshme, që fillimisht fitojmë kënaqësinë e Zotit, e pastaj të jemi dobishëm edhe për popullatën që na përcjellin këtë emision. Hoxh, ne po flasim për Ramazanin, i cili troket fillimisht tek shpirtrat e besimtarëve, sepse ajeti që e përshkruan obligueshmërinë e Ramazanit thotë ju që keni besuar, por i drejtohet atyre si thua besimit të muslimanëve fillimisht, pra përzihet këtë cilësinë e imanit e besimit. Ndërkohë që Ramazani dhe feja islame ka ardhur për gjithë jetën njerëzore. Pra, feja islame ka potencial për të rregulluar gjithë shoqërinë, për të rregulluar familjen, pra ka mësime të gjithëanshme. Por duket sikur perspektiva me cilën i kuron dhe i rregullon të gjitha këto është devotshmëria, është shpirti, dhe profeti alayhis salam ka thënë se devotshmëria është këtu. Sa e rëndësishme është që të rregullojmë këtë që është këtu në gjokset tona. Përse devotshmëria është kryefjala e Ramazanit dhe e fesë islame përgjithësi? Kjo hyrje juaj në këtë pyetje i ka faktikisht tre nënpyetje, edhe ndomundon ti radhis më radhë. E para, pse Zoti ja dikon agjërimin si detyrë besimtarit? Për shkak se për jo besimtarët ka një detyrë më e madhe se kjo, ajo është besimi. Edhe andaj Allah i Madhërisht në Kur'anin Fisnik ka plot ajete dhe argumente edhe fetare, edhe logjike, edhe historike që i thret njerëzit në besim Zot.
Edhe andaj para se të fillosh të kesh besimin, do thotë nuk kanë vlerë detyra të tjera fetare. Kështu që andaj në këtë rast Allahu i Madhëshëm i drejtohet besimtarëve që kanë kaluar klasën e parë. Po, janë futur në fushën e besimit, e tani ju keni detyra të reja. E prej detyrave që i keni është agjërimi. Dhe këtu ka një lloj solidarizimi për besimtarët, se nuk jeni të vetmet në historinë e njerëzimit, që mos mendoni se vetëm ju agjëroni, pas nuk jeni vetëm ju më të mirët, po. Është histori e gjithë profetëve paraprak, edhe gjithë udhëtarët e tyre kanë agjëruar. Edhe realisht ti më ke duhet ndihesh i nderuar sepse je vazhdimësia më e mirë e popujve më të mirë të kaluar. Kush do qofshin ata? Pra bësh pjesë e hallkës, po themi më të një karavani domethënë të njerëzve të zgjedhur që kanë ndjek udhëzimet e profetëve të mëhershëm dhe kanë agjëruar mes tjerash edhe ti sot në shekullin e 21 do thotë vazhdon atë karavan. Kjo është një lidhshmëri shumë e bukur, po shpesh na ik për të medituar rreth këtij fakti, domethënë se ti nuk je i pari që agjëron, nuk je as i fundit, je një hallk në këtë karavan dhe do vazhdojnë të agjërojnë derisa të ketë jetë mbi këtë tokë. Tani çështja e fundit që përmendet tekstualisht në këtë ajet kuranor në surën Al-Baqara, ku Allahu i Madhëshëm thotë që të bëheni të devotshëm. Do thotë ajo që spikat është shumë bukur, devotshmëria vendin e ka në zemër. Zatë ndryshimet e njeriut nuk fillojnë trupin e tij, fillojnë në brendësinë e tij. Qofshin në zemër emocionet dhe vendimet e tij, qofshin në mendje, botkuptimet, konceptet dhe botkuptimet e tij. Dhe andaj çdo herë ne themi ndryshimi është nga brenda. Dhe kjo është konstatim që tani nuk ka njeri i mençur më që nuk e thot të njëjtën. E shef në kjo para 15 shekujve, Allahu i Madhërisht tregon se o njerëz, e keni detyrë agjërimin, siç ka qenë detyrë për popujt para jush, që të bëheni të devotshëm, domthonë që të filloni të akumuloni energji pozitive brenda jush, e cila do t'ju ndihmon të reflektoni dhe të filloni të kuptoni gjërat ndryshe nga ajo që keni kuptuar deri tani. Sepse gjë më tani ju s'keni bën ndonjë ndryshim, as keni dhënë ndonjë kontribut. Tani kthehuni vetes, kthehuni brendësisë tuaj, kthehuni zemrës tuaj, shikoni emocionet e juaja, shikoni pasionet e juaja, kthehuni mendjes, shikoni konceptet e juaja, shihni kuptimin tuaj. Aty bëni ndryshimin, aty akumuloni energji pozitive, aty akumuloni bamirësi, aty akumuloni do thotë pozitivitet dhe pastaj fillon kur të akumulohet energjia mjaftueshme brenda jush, do të bëhet edhe ndryshimi. Në Islam të gjitha argumentet fetare do të fillojnë nga adhurimi i zemrës. Zotën edhe besimi që përmendëm pak më herët që është hapi i parë i çdo njeriu në raportin e tij me krijuesin e tij, me Allahun e Madhërisëm, është në zemër. Do të bindja dhe besimi i paluajtshëm duhet të zëvend në zemër. Pastaj të shqiptohet me fjalë, pastaj të dëshmohet me vepra. Dhe ti nëse për shembull nuk ke besim brenda zemrës tënde, po ke vetëm deklaratë formale, në gjuhën e fesë si i thot këti, i thot hipokrit. Sepse ndryshe flet, ndryshe ndjen. E Islami është një fe e cila insiston me çdo kusht këtë përputhshmëri të plot mes anës së brendshme dhe anës së jashtme. Kafton që gjërat të bëhen me sinqeritet, me qeltërsi. Aty janë patjetër, formalitet. Formalitetet. Nuk shife edhe raportet ndërnjerëzore, edhe raportet e biznesit, edhe raportet familjare, edhe raportet politike, kërkojnë miqësi të sinqerta. Na shot gjithë jemi dëshmitar se sa shtete do të dëmtohen nga miqësitë jo të sinqerta në nivel global. Edhe biznesi sot nuk kërkon më ata punonjësit super të zgjuar, po kërkon punonjës me besnik, kapacitet, po besnik. Besnikëria është gjë më e shtrenjtë, për shkak sepse ai që është i zgjuar dhe i aftë, mirë, por nuk ka besnikëri ndaj kompanisë ku punon, ai për pak më shumë parë shitet te kompania tjetër. Apo dhe dëmton. Po vetëm pse shitet nuk është problemi, po problemi se ai merr me vete edhe sekretet e kompanisë së parë. Andaj sot gjëja më e shtrenjtë që është në botën e biznesit, në pjesën materiale, është besnikëria. Besnikëria vendin e ka në zemër. Nuk e ka domosdoshmë në gjymtyrë tona ose në organet tona. Dhe për këtë arsye, ajo që e tha se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha at-taqwa ha huna, devotshmëria gjendet tu në zemër, është ajo që neve na detyron që na t'i kushtojmë vëmendjen e jashtëzakonshme zemrave tona. Edhe ajo që te ne fetarisht dihet, por shumë është rëndësishme të kuptohet edhe kuptohet ai për shembull se gjitha emocionet pozitive janë emocionet që ndërlidhen me zemrën. Andaj një njeri që e don sinqerisht tjetrin, ajo fillimisht ndjehet nga valët e zemrës që reflektojnë prej tij tek ai që e don. Edhe kthehet pastaj me të njëjtën masë. Nëse është për shembull një dashuri e cila shqiptohet formalisht dhe nuk është e sinqert nga zemra, nuk zgjat. Do thotë në rastin e parë
dëshmohet e kundërta. Në rastin e parë tradhton veprimi jot atë që ti e shqipton me gjuhën tënde. Edhe andaj Islami me çdo kusht në raporte me Zotin fillimisht, pastaj edhe në raporte me njerëz kërkon në raporte të sinqerta. Edhe sinqeriteti në raporte, besnikëria në raporte, kujdesi për njëri tjetrin ndodh atëherë kur zemra jonë është e mbushur, do thotë me energji pozitive, të cilën energji pozitive ne kemi konstatuar shumë herë dhe ajo është vërtetuar praktikisht, mbushet vetëm me dy komponente bazë, ajo është besimi në të madhin Zot dhe dyta mbushja e jetës me vepra të mira. Nëse besimtari vazhdimisht e ushqen zemrën e tij me besim në Allahun e Madhërisëm dhe e shoqëron me vepra të mira që burojnë nga ky besim, atë zemra e tij ka qenë përplot vazhdimisht e mbushur dhe përplot me energji pozitive, e cila shifë edhe momentet më kritike, edhe në momentet ku të armiqson një numër i madh i familjes tënde, i bashkëqytetarëve tu, i popullit tan, ti megjithatë të kesh energji pozitive të tejkalosh dhimbjet që i përjeton dhe të dëshirosh përsëri të mirën atyre. Siç e kemi rastin te Muhamedi, lavdet dhe bekimi i Allahut vite, kur u ballafaqu me popullit të Taif. Ata e gurzuan, ata e përgjakan, ata e maltretuan, edhe ai nuk u lut keq për to. Po tha o Zot, fale popullin tim se ata nuk e dinë. Edhe në ato momente kur realisht lutja për ndeshkim ose lutja për dënim të atyre që u sollën keq me të, pa arsye, do ishte me vend. Mirë, por edhe në atë rast u tregu mëshira e madhe e zemrës e madhe që kishte Muhamedi, lavdi dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të, dhe në këtë rast u lut që Allahu t'i falë ata se ata nuk e dinë se çka nuk e bë. Edhe në këtë rast, edhe kene besimtarët, kur mbushet zemra jonë me besim, me devotshmëri, me energji pozitive, do thotë ne kemi energji pozitive që edhe atyre që na bëjnë padrejsi, edhe atyre që flasin keq për ne, edhe ata që na paragjykojnë, edhe ata që na stigmatizojnë, edhe atyre që themi Zoti fal popullin tim sepse ata nuk e dinë. Sepse më rëndësi për ne është udhëzimi i njerëzve. Më rëndësi është për ne njerëzit të jenë të mirë me Zotin fillimisht, pastaj kush është i mirë me Zotin gjithsesi do të jetë i mirë edhe me njerëzit që rrethojnë ata. Për atë shkak devotshmëria e përmendur në këtë ajet është shumë e madhështore, është shumë sublime dhe realisht e shkurton këtë kësqarim që e tham na dhe shumë të tjera që kanë thënë dietarë në për libra për ta kuptuar se mesazhi i agjërimit nuk është formal, nuk është material, edhe pse si proces është material, abstenon nga ngrënia dhe pirja dhe marrëdhëniet intime, ama fitimi është shpirtëror, është domethënë emocional, është të jep mundësinë e fuqisë për të kontrolluar edhe emocionet tuaja, edhe pasionet tuaja, po edhe ngacmimet e ndryshme që të kesh kontroll totale dhe të mundohesh nëpërmes kontrollës tënde të anashkarosh energjitë negative, të paksosh ndikimin e tyre, të azgjesosh ato me kalimin e kohës, vazhdimisht për të reflektuar energji pozitive. Dhe ky njeri pastaj është për atyre që tha i dashur jon Muhamedi, lavdi dhe bekimi i Allahut qoftë, më i miri besimtar është ai i cili është më i dobishëm për njerëzimin. Pra këti ja shef pastaj dobin, ja shef hajrin kur themi gjithë shoqëria, sepse ky kthehet në një aset dhe në një kapacitet. Jo vetëm ajo burim i energjisë pozitive, jo vetëm për vete, po si është besimtari i devotshëm, shpesh edhe kjo vëret edhe për deklaratave të jo besimtarëve, jo muslimanëve, shumë të njerëzve me kur e shoh filanin se si lëviz, do thotë vetë gëzohem edhe kënaqem edhe fitoj një energji pozitive vetëm kur e shoh atë. A mos flasim kur ndëgjoj në këshill për ti ose fjalën për ti. Kjo është punë e besimtarit, se pejgamberi i dashur jon Muhamedi, lavdi dhe bekimi i Allahut e ka përshkruar besimtarin si puna e bletës. Ja shef hajrin çdo kush. Pra merr më të mirën, merr nektarin kudo. Edhe jep më të mirën. Edhe jep më të mirën. Nuk doja të xherohem më tepër sepse ndoshta na merr kohë, po kjo është tema që na josh për të qëndruar në këtë pikë. Shpesh ndodh që ne nuk veprojmë atë çka duhet veprojmë, atë që mendojmë, por se shpesh veprimet tona janë basa gjërave që ne po themi kemi dëshirë dhe jo atë që duhet të bëjmë. Pra, njeriu ka dy burime, siç thon studiuesit dietarët, ka racion e tij, ka dhe nefsin apo pasionin apo epshin e tij. Shpesh njeriu vendos në bazë të asaj që dominon zemrën. Në Ramazan ne më shumë na shijon uria sesa na shijon ushqimi, më shumë na shijon etja sesa na shijon freskia e një pije. Çka është një lloj kontradikte, por se kështu ndodh. Si të arrim që edhe mbas Ramazanit të jemi ne që e kontrollojmë veten edhe ta ushqejmë zemrën me atë që duhet, me atë që është e bukur, me atë që është e drejtë dhe jo thjesht ndjekim pasionet që dominojnë
shoqërinë. Këto dy komponente që i përmendat në pyetjen tuaj, ato sipas ushqimit që e marrin rriten edhe zmadhohen. Edhe pasionet, edhe emocionet, edhe epshet, edhe ajo që quajmë nefs ose ego, në mënyrë nëse ushqehet me gjërat që i kërkon, ajo rritet, edhe i shton dëshirat e veta dhe i shton kërkesat e veta. Edhe puna e racios, mendjes, e njëjta situatë. Nëse na e ushqejmë atë me informata të dobishme, me dituritë të dobishme, me përvojat të dobishme, edhe ajo rritet. Andaj për shembull ka dallim një njeri kur është në fazën e vegjëlisë, kur është në fazën e rinisë, edhe kur është në fazën e moshës së pjekurisë, edhe kur është në fazën e pleqërisë. Çka e bën dallimin këtyre fazave? Dituritë dhe informatat që i merr. Edhe Allah i Madhërisht në Kur'an tregon thotë dhe juve ju krijoi dhe ishet në një fazë kur nuk dinit asgjë. Edhe kjo është më evidente, gjithë na e dimë se fëmia kur lind tabula rasa që quhet në gjuhën e sociologjisë, njerëzit nuk kanë kurrë informate. Dhe pastaj duke marrë informata, me sasinë e informatave që marrin, ata e ngrisin pozitën e vet në shoqëri. Fillimisht para vetes vet, në familjen e vet, pastaj edhe në shoqëri. Marrin kryejn fakultet, master, doktoratur, akademik, jep kontribut akademik, shkencor dhe përvojë njerëzore. Edhe tjetër përvojë. Unë e përmend edhe punën e përvojës pak më herët, sepse edhe përvoja është një shkollë private, domethënë didaktike që e merr njeriu dhe nëpërmes përvojës tij e jep kontributin e tij në lëmit që e ka atë përvojë. E tani shifne, do thotë kush çka ushqen, ajo dominon. Mirë, po fatkeqësisht sot na gjithë jemi dëshimtar se njerëzit shumë më shumë i japin rëndësi barkut se sa mendjes, stomakut se sa mendjes. Edhe kjo situatë neve domosdo na shtin me mendu pse është bë obligim agjërimi. Flasim për një situatë para 15 shekujve kur s'ka pas bollok në ushqime dhe pjesë i kemi sot. Flasim për një etapë kohore para 15 shekujve kur s'ka qenë smundja bazike obeziteti ose mbipesha. Ato kanë qenë njerëzit zotën pa ushqyer. Mirë. Pra nuk ishte një sakrificë e madhe nëse mund të thuar, kështu se ishte mësuar në lartëpërmësia e fesë. Realisht dituria absolute e Zotit. Ande ka paracaktuar një obligim që në atë kohë do thotë sakrifica do të ishte më e vogël se zatën ashtu në atë kohë njerëzit kanë ngrënë nga pak. Pra këto biseda që ne bëjmë sot se qarkullimi i gjakut përmirësohet, se zemra, se veshkat, pra atë kohë do dukshin pa kuptim si dobi. Po jo do të ishin jo të pa kuptim, do të pa pranueshme do të ishin. Për çfarë fletni jo? Ashtu sikur se na sot kur flasim për obezitetin dhe mbipeshën, domethënë do të ishte çka fletni jo se kush është për neve me mbipeshë kur ne jemi gjithkohë celikur që thuat. Mirë, po ja tani delshe se vlera e këtyre obligimeve fetare pas ka qenë shumë e madhe sepse pse ndodh obeziteti ose mbipesha që e ushqen pasionin, domethënë edhe ndjenjat tona, është fakti se na ushqehemi mirë edhe ha më tepër që duhet edhe nuk e harxojmë atë që duhet. E tani vjen edhe kjo neve na vendos në një pozicion të nënshtrohemi pasionit për ushqim. Edhe ajo dominon edhe racion ton, mendjen ton. Edhe vërejtë në përshtëpia tona, për shembull kur njeriu veç më kalon fazën e obezitetit mbi peshës, ai nuk ka kontroll në atë që e han. Edhe në ora 12 natës e shkon e hap frigoriferin edhe merr ushqim dhe ushqehet. Megjithëse të gjithë e dimë se ushqimi natën që nuk tretet domethënë me shpejtësinë që tretet gjatë ditës për shkak mungesës së angazhimit fizik edhe mënyrës se si zhvillohet metabolizmi i njeriu, ai ushqim realisht është i dëmshëm edhe do të shndrohet në element negativ në zhvillimin shëndetësor të tij. Çka do të thotë? Kjo do të thotë se ky njeri ka humbur kontrollin mbi epshin e ushqimit, epshin për ushqim. E tani vjen agjërimi dhe ja reinstalon, faktikisht këtë program që u ka prish, vjen dhe ja reinstalon në kuptimin që o njeri kujdes, ushqimi duhet të jetë i pakët dhe i rrallë. Sidomos tek këtë që ti e ke tepru. Po edhe ai të tjetri që nuk e ka tepru, ka nevojë pas kontroll. Pra rregullon këtë marrëdhënie me atë që duhet dhe jo me atë që marrëdhënien mes asaj që duhet, po edhe asaj që e dëshiron ti. Edhe e kam konstatuar edhe nga përvoja e bisedës me shumë njerëz që kanë mbi peshë, i kam thonë pse ti nuk arrin për shembull sukses ta te i kalosh obezitetin. Edhe të gjithë, edhe kam lexuar dhe kam dëgjuar programe ndryshme, e kam konstatuar se të gjithë nuk është problemi se çka han edhe sa e tretin atë. Të gjithë është problemi mungesa e një karakteri të fuqishëm për ta marrë një vendim për të kontrolluar ushqimin e tij. Do të qenë ka të vendimarrja, jo te mënyra e ushqimit.
Ajo është element shoqërues, ama elementi i bazë është vendimi. Sepse njeriu kur e vendos të largon peshën që e ka tepër, ai arrin sukses, i përdor të gjitha metodat e mundshme dhe arrin sukses. Do të agjërimi, çka do të them? Dua të them se agjërimi e ndihmon njeriu që ta rikthen kontrollin ndaj pasionit për ushqim tek vetja e tij. E pastaj këtë vetë kontrollet përdor edhe në gjithë aspektet e jetës. Tani edhe një element i dytë. Tani kjo nuk është një ditë, nuk është 2 ditë, por janë 30 ditë plota. Është një shkollë e plot. Shkencëtarët e psikologjisë thonë për ta fituar një shprehi i duhen prej 20 deri 26 ditë. Këtu e kemi 30 ditë. Domthonë, e ti tani nga një muaj agjërimi arrin që ta rikthesh kontrollin e pasionit për ushqim dhe që pas Ramazanit të jesh i kujdesshëm dhe i vëmendshëm se çka han. Këtu ka edhe një element tjetër. Tani janë gjëra konkrete, por janë shumë të rëndësishme. Për shembull, pse në Islam preferohet që ushqimi të fillon me hurma? Se hurma është prej pemëve që ka sheqer. Sheqeri është i pari që tretet edhe shpejt tretet. Realisht e ushqen trupin me shpejtësi shumë të madhe, saqë jep signale trurit që ushqimin ngadalcoje tani mos ha shumë se ke marrë një sasi të mjaftueshme të sheqernave që ka nevojë trupi për ty. Normalisht elaborimi shkencor sigurisht te mjekët e bëjnë edhe më mirë, por kjo është për leximeve tona bazike. Këtu e kemi parasysh se momenti i urisë e ndihmon besimtarin që qelizat e panevojshme edhe të dëmshme që i ka brenda trupit të shkatrohen, sepse trupi ka nevojë për të ngrënë ushqim në momentin kur t'i agjeron, edhe qelizat do thotë e shëndosha i han ato të dëmtuarat ose të smurat dhe ti me automatizëm e regjeneron vetveten nga brenda dhe kjo që e tham unë tani është studim që ka bërë mjeku japonez dhe për këtë studim ai ka fituar çmimin Nobel. Do thotë nuk e ka qujt agjerim, por ka qujt domodin abstenim nga ushqimi me orë të tëra. Dhe këtë kjo tregon domodin se Islami në mënyrë sistematike e ndihmon njeriu i cili përmbahet rregullat e Islamit që të ketë kontroll ndaj pasioneve të veta dhe të ketë një karakter të fuqishëm dhe të ketë një shëndet të mirë. Kjo është sa i përket pjesës parë. Tani kthehemi te mendja. Këtë kjo e ndihmon njeriu se njeriu që ka karakter të lartë, ka fuqi vendimmarrëse, ai njeriu domodin jetën e tij vazhdimisht ka më udhëheq nga ajo që e rezulton mendimi racional i tij. Dhe në përplasje mes mendjes dhe zemrës, mes mendimit dhe emocioneve, ai ka më dhënë përparësi mendimit. Edhe s'ka më shku ka ajo që e dëshiron, po ka më shku ka ajo që duhet ta bën. Edhe andaj këtu i shohin edhe besimtarët, për shembull ti e shef besimtarin në sofrën e iftarit, ulur pranë ushqimit 10 minuta para iftarit, dhe ai nuk prek asgjë. Dhe nuk e tundon ajo. Nuk e tundon as pak. Megjithse ajo është një uritur. Ka një marrëdhënie të natyrshme, nuk është një marrëdhënie e sforcuar e cila mund të ishte në ditë të para. Karakterin e lartë të tij dhe kjo gjithashtu e çelikos këtë karakter të kaj, edhe ai në momente të tjera të jetës së tij kur nuk ka më qenë pranë iftarit, pasi që ka agjëruar 16 orë, por ka më qenë pranë një pasurie të huaj që mund ta merr, por nuk është e tija, nuk i takon ta merr. Ai nuk e tundos kjo pasuri atë. Por i rrin stoikisht karshi se kjo nuk është e ime, është e huaja. Sikur se ndodh, për shembull, ka ndodhur te ne atje, po besoj gjokon që një besimtar në momentin që e gjen një pasuri të hyj në rrugë, nuk e përvetson, po shkon edhe e dorëzon stacion policor. Se kjo s'është e imja. Ani pse nuk më shef askush, ani pse domodin janë shumë parë, po i merr dhe i dorëzon stacion policor, apo nëse ka ndonjë dokument identifikimi, e thret pronarin vet t'ia kthen atij. E kjo është ajo që neve duhet na reflekton agjerimi, që na të gjithë besimtarët dhe njerëzit në përgjithësi, më një çuçi kur jetojmë, t'ja kemi, domethënë, të kemi këtë karakter të fuqishëm që dim të rezistojmë joshjet e ndryshme dhe turistnit që mund na ardhin jetë për me na zhvendos nga lëvizja e natyrshme e njeriu, nga pozita humane e njeriu, e të kalojmë pozitë jo humane të njeriu, që Allah i madhëshëm edhe këtë fenomen e ka para pa në Kur'an dhe ka tregu se njeriu duke ndjek udhëzimet e Zotit ka ngel njeri, përndryshe në momentin që i injoron udhëzimet e Zotit dhe u kthen shpinë natyre, kthehet në një kategori më të ulët, kategorinë e do thotë kafshëve. Ka një kategori që në Kur'an përmendet ku Zoti thotë se ka për atyre të cilët e marrin pasionin e tyre për Zot. Çfarë në kupton ky, duke qenë se jemi tek tema e lakmisë e pasionit të egos? Kjo ndlidhet me atë që e tham deri tani. Do të njeriu nëse i nënshtrohet vazhdimisht dëshirave të pasioneve të tija dhe e anashkalon krejtësisht veprimin sipas logjikës së tij, racios së tij,
atëherë ai njeri, atij që i nështrohet, do thotë ai është i Zotit i tij. Ai është i pari i tij. Ai është sundimtari i tij. Edhe andaj Allah i madhëshëm në mes këtij ajeti kuranor tregon se njerëzit duke i nështruar pasioneve të tija, të gjitha segmentet e jetës, edhe në lidhje me botë kuptimet, ai në vend se të ndërton mbi parimet logjike, ai i ndërton mbi pasionet e tija ose emocionet e tija. Edhe sistemin e ushqimit, sistemin e shëndetësisë, sistemin ekonomik, nëse të gjitha këto i ndërton mbi pasionin edhe emocionet e tija, gjithsesi ai njeri do ta shndron pasionin e tij, epshin e tij si Zot të cilin adhuron, sepse ku është raporti i krijesës dhe krijuesit ose robit dhe Zotit tek parametri i nënshtrimit dhe i robrimit. Nëse ti i robrohesh dhe i nështrohesh epshit tan, ai është Zoti yt. Mirë, po këtë rast ti e ke zhvlerësu veten sepse e ke anashkollu tërësisht një dhuratë me të cilën të ka dalluar për gjitha krijesat, ajo është mendja, është logjika. Rezonimi i gjërave, kuptimi i gjërave, analizimi i gjërave. Edhe për këtë arsye ti nuk mund të jesh njeri i ngritur në pozitat e lavdishme që ti ka dhënë Allahu i Madhëshëm, po ke rënë nga nivel në nivel, sepse kafshën ato që s'kan logjik, edhe jetojnë me intuit, edhe jetojnë me pasion. Han, pin, edhe i kryejnë detyrat e veta, edhe janë shërbim të njeriut. Tani ti kur s'janë shërbim Zotit, as njeriut janë shërbim të pasionit tuaj, që është një detaj që shpesh herë nëse lihet pa kontroll është shkaku i shkatrimit të atij njeriut. Edhe kemi parë jo pak njerëz të cilët presin edhe poshtë nivelit të kafshëve, të cilët kanë një pritshmëri. Jemi përballë me situata ku kanë qenë njerëz të cilët na kanë surprizuar për keq për gjëra që mendjes njerëzore më herët nuk i shkonte se mund të ndodh, pra nuk mund të perceptohet. Ndjekja e epshit e sjell njeriu që të vishet me rroba të qenit, edhe këto janë fotografi që ne kemi pa fatkeqësisht në shumë qytete të Perëndimit. Edhe të imiton lëvizjet e qenit. Edhe të ndron do thotë pozicionin e tij në letrat e identifikimit, në vend se quhet njeri, të quhen veten domethënë i transformuar në qen. Ky është absurdi që solli pasaj postmodernizmi duke i shndruar njerëzit në gjëra të habitshme. Domethënë kur kemi lexuar ajetet kuranore se do bëhen si kafsh, madje edhe më të këqij se kafsh, shpesh kemi hezituar ta themi me plot gojë sepse e kemi pas vështirë të kuptojmë si ka mundësi njeriu të bija aq poshtë. Ndoshta kemi menduar si metaforë kuranore. Po. Se nuk ka qenë, do thotë, nuk ka qenë qëllimi tekstualisht të bëhen kafsh, por kur i shohim tash këtë që ndodh, domethënë, themi i lartësuar qoftë Allahu, i gjithdijshmi, i cili gjësen që e ka thonë është 100% e vërtetësia e të cilave nuk ka nevojë për fakte, mirë po ja që nga urtësia e tij na vijnë fakte për ta dëshmuar se ajo që ka thënë Allahu është e vërtetë, dhe për këtë arsye themi na njerëzit kushdo qofshin ata, shumë është më rëndësi të rikthehen në lidhjen e tyre me krijuesin e vet. Shumë është më rëndësi. Çfarë dush besimi ke, çfarë dush pikpamje ke, mos lejo veten të jetosh lart Zotit. Sepse shkatrimin që ti ja bën vetvetes, jo vetëm, po species njerëzore, është katastrofale. Është e riparueshme. Edhe më e keqja është që ti si njeri që Allahu të ka ngrit, të ka dhënë intelektin, të ka dhënë mirësi, ti vetë ta nënçmosh veten dhe ta shkatrosh veten, kjo s'ka logjik. Sepse shkatron në një krijesë tjetër, për shembull, nëse dikën e sulmon një qen, i themi na po qen është ai, çka pret ti prej tij. Ama kur sulmon një njeri themi si ka mundësi ai me sulmu. E thash kur ti ja bën vetvetes, kjo është e papranueshme. Andaj Allah i Madhërisht vazhdimisht i thret njerëzit të logjikojnë. I thret njerëzit të mund të kenë kujdes komunikimin me Zotin e tyre. Të kenë kujdes shpirtin e tyre, të kenë kujdes zemrën e tyre. Sepse këto janë ato që e mbrojnë atë humanën tek njeriu, atë njerëzoren të njeriu. Edhe nëpërmes këtyre komponenteve që i ka njeriu, ngelet në pozicionet e larta, por ndryshe bie në nivelin e kafshëve, madje ashtu siç e përmendi Zoti, në nivelin e tyre, sepse përsëri për disa kafshëve ka diçka dobi, e ky njeriu kur bie në nivelin e tyre, edhe më keq madje edhe më të shëmtuara si veprime. Po, sigurisht. Pjesa që më së tepërmi është deformuar në këto vitet e fundit, në këto konceptet e reja në një farë mënyrë, është pikërisht familja. Ajo është deformuar në disa dimensione deri dhe është rënuar totalisht. Po pasojat e saj nuk i vuajnë vetëm, po themi, personat që kanë zgjedhur të jenë çift, por se kjo ka patur pasoja tek fëmijët, tek të afërmit dhe tek shumë të tjerë. Pra është me pasojë për gjithë shoqërinë. Si na ndihmon Ramazani, konceptet e tij,
qasjet e Ramazanit, po dhe të fesë islame në përgjithësi, për ta ruajtur dhe për ta begatuar familjen? Shive, koncepti familje s'ka dyshim se është për koncepte bazë në të gjitha kalkulimet e rregullave islame. Jeta shoqërore, jeta kolektive është bazike në zhvillimin e një shoqërisë. Edhe konceptet antifamilje janë konceptet më antinjerëzore që ekzistojnë. Edhe unë e them në për shumë fjalimet e mia, do thotë konceptet antifamilje janë koncepte sataniste, me plot përgjegjësi dhe plot gojë. Edhe kështu duhet të kuptojnë gjithë njerëzit. Edhe nuk duhet të kenë tolerancë karshi këtij fenomenit dhe kësaj agjende që imponohet dhunshëm në shumë vende të botës. Po të jemi pak më vigjilent, domethënë shkatrimi i familjes do thotë shkatrimi i shoqërisë. Se shife, jo rastësisht Islami për shembull i cili e përcakton familjen nga një babë dhe një nanë, edhe pastaj fëmijët që u adhuron Zoti asaj familje, atij babë dhe asaj nane, e përbëjnë qelizën bazë të një shoqërie. Në rritjen e fëmijëve, fëmijët domethënë edukohen me vlera morale të cilat i marrin nga prindët e vet. Do u caktohet një kufi i vlerave morale që ata duhet ta respektojnë. Shndrohet një kulturë e përgjithshme e cila respektohet. Faktikisht njerëzit kanë vlera referenciale ku i kthehen. Situata ku s'ka familje, ku s'ka babë, ku s'ka nanë, do të e para raporti i njeriu me prodhuesin e tij, babën edhe nanën, nuk ekziston. E dyta, modeli me të cilin rritet nuk ekziston. E treta, vlerat morale që ndërtohen natyrshëm nëpërmes fëmijës dhe prindit nuk ekzistojnë. Do të kemi një gamë të madhe të vlerave morale që kanë më zhduk me momentin që zhduket familja, që vinë të natyrshme dhe spontane, pa ndonjë diktat hynor. Po vinë natyrshëm, për shembull çdo fëmijë që rritet në prehjen e prindërve, ai ushqen vetvete dashuri për prindët e vet. Po ai që s'ka prind se ka dashuri. Tjetra, për shembull, ushqen respekt për prindët e vet. Ai që s'ka, nuk e treta është i ofrohet një model jete. Modeli mund të më qenë i saktë, mund të jetë i gabum, po e ka një model. E pastaj normalisht tallmen nëpërmes diturisë, nëpërmes përvojave mund të ta modifikon, ama nuk është pa model, ta janë pa model. Edhe të paramendoni tani zhvillimin e një fëmijë i cili ka këto vlera me vete që i ushqen që nga fëmijëria dhe rriten me të duke u rrit ai, edhe ky fëmijë i cili si ka këto vlera nuk i gjinen as pak, as nuk i rritin atje. Këta fëmijë që rriten këtë natyrë lirisht mund thuash se mund dalin si monstra në të ardhmen. Edhe rreziku për tyre është shumë i madh, a këta do mund të kenë atë humanizmin që e shohin te baba i vet, atë dashuri që e shef te baba i vet ndaj vetes, ndaj tij, për shembull si fëmijë. Atë kujdes që e ka ndaj tij, këto vlera përthithen në mënyrë të natyrshme. E tani si ndikon agjërimi? Jo rastësisht Allahu i Madhëshëm tregoi se agjërimi është obligim kolektiv. Do të gjithë besimtarët me fillimin e Ramazanit kanë obligim agjërimin. Edhe brenda shtëpie, gjithë ata të moshëriturit do të agjërojnë. Që do të thotë që në momentin që vjen koha e iftarit, gjithë ata të moshëriturit që kanë obligim agjërimin duhet ulen në sofrën e iftarit, hanë iftarin bashkë. Kjo është socializim. Domthon baba, nana, djali i madh, vajza e madhe që kanë agjëruar si obligim agjërojnë, ato fëmijë që janë nën moshën madhore, se kanë obligim agjëru, nuk agjërojnë. Megjithëse e përjeton familjarisht këtë atmosferë. Megjithëse këta nuk agjërojnë, mirë po ulen në sofrën e iftarit dhe presin bashkë iftarin. Është një lloj ngritjeve dijes fetare, respektit për tjetrin, kjo është element shumë i rëndësishëm, sot na s'kemi respekt për askënd. Askush për neve nuk është i rëndësishëm në shoqërinë tonë. Kjo punë e postmodernizmit, domethënë. As dietari, as kleriku, as shkencëtari, as i pasuri filantrop, as pushtetari i drejt, askush. Madje as baba dhe as nëna në disa situata. Piktu fillon. Piktu kur ti e humb respektin për prindin tan, ti mos pret që kemi pas respekt për dikant që ka vlerë në shoqëri pastaj. Se ti ai që ka vlerë më të madhe ndaj çdo njeriu është Zoti i krijuesit i tij, pas ti më njëherë vjen prindi i tij. Edhe jo rastësisht Allahu i Madhëshëm ju e dini shumë mirë se ndërlidh adhurimin e Zotit me respektin e prindit. Sepse Allahu është shkaku kryesor që ekzistojmë na, mas ne shkaku direkt është prindi. Edhe kush nuk respekton prindin, nuk respekton Zotin. Kështu është në fe. A kupton se domthonë respekti kërkohet praktikisht të dëshmohet ndaj çdo kujt që ka vlera ndaj teje, që ka bamirësi ndaj teje. E prindi është i pari. Nëse ti s'ke bamirësi ndaj prindit, mos prit që kemi pas ndaj dikujt tjetër. Edhe pra shkak në Islam insistohet shumë këtë aspekt, po dua ta them që ajo sofra e iftarit,
e rrit vetdijen e nevojës për një familje. E rrit nivelin e socializimit të asaj familje. E rrit dozën e dashurisë mes tyre. E rrit dozën e respektit mes tyre. Edhe nuk është një ditë, po janë 30 ditë në vazhdimsi. Pra duhet ta fokusojmë pak Ramazanin në familje, sepse na ndodh si Ramazani shpesh na ikën dhe në për sofra të huaja, në për sofra shpesh shumë mirë e kape këtë moment, do thot iftari më i mirë, iftari më i këndshëm, iftari më i lezetshëm, iftari më i shëndetshëm, iftari më i begatshëm, iftari më i mirë fetar është ai që e bën shtëpinë tonë. Edhe ka qenë traditë jona e përhershme. Tani komunizmi, sidomos në Shqipëri e bori vetën, që do thot tani më një familje ke dikush që agjeron, dikush që agjeron. Dhe për këtë arsye domosdoshmë ngelet për shembull të mos arrihet të ndërtohet ajo sofër e përbashkët e iftarit. Megjithatë, unë thras që edhe besimtarë që agjerojnë në një familje që nuk agjeron askush, të insistojnë me kulturë, me edukat, ta shtrojnë sofrën e iftarit. Edhe ata që nuk agjerojnë, edhe ky që agjeron të ulen bashkë aty. Ta ndjejnë atë nënshtrimin, atë përgjërimin ka shikruesit vetë. Ani pse s'ka agjeru. Se në momentin që ti nuk kanë pa thirrë zoni, pa hin koha akşamit, tregon një lloj respekti, edhe për agjeruesin, po edhe për Zotin, po edhe një lloj vetë vlerësimi, që pra, edhe nëse nuk agjeron, ja merr disa dobi Ramazanit, edhe nëse akoma nuk e ka kaluar, po themi atë klasën e parë. Ju e dini se ka edhe jo besimtar, jo musliman që agjerojnë. E para për respekt të komshive musliman, kolegëve musliman, të bashkëqytetarëve musliman. Po edhe pse ndihen mirë, e kanë përjetuar. Edhe ka njerëz që agjerojnë për shkak se efekteve pozitive që ka psikofizike të ata, që tregon domosdoshmë një lloj simpatie për vlerat islame që duhet gjithsesi komunikuar me të për të treguar renditjen e zbatimit të vlerave të islamit dhe normalisht për të jetuar në islam në paqe me veten, paqe me Zotin dhe paqe me shoqërinë. E duke qenë se jemi te familja dhe ndoshta edhe në përfundim të këtij takimi, një statistikë trishtuese në të ditëve të fundit tha se vetëm në Tiranë ka patur mbi 6.000 divorce në Tiranë, që do thotë mbi 20 divorce në ditë. Edhe pse aty shkruhet shpesh mospërputhje karakteri, sipas po themi sociologëve dhe studiuesve, e dhëna kryesore janë shpesh tradhtia familjare, pra është po themi epshi ose lakmia, e cila po i shkatron familjet shqiptare. Pra duket si një mungesë vetkontrolli e shoqërisë dhe një joshje e panevojshme dhe e pa kriter në një farë mënyrë. Çfarë mund të marrë nga Ramazani? Mungesa e fuqisë vetkontrollit. Tani kur Islami ta ndalon të lejuarën orar të caktuar nga koha e syfyrit deri në iftar. Po për ndaluarat mos flasim. Andaj kur ta ngrisin na vetdijen që të kemi kontroll ndaj gjërat që kemi halal fetarisht të lejuara, që ato ti mos i konsumojmë në orarin e caktuar, aty hyn edhe marrëdhënia me bashkëshorten. Atëherë si të themi na për marrëdhëniet jashtëmartësore ose ushqime e gjërave që janë ndaluara. Do të andaj në mënyrë sistematike adhurimet në Islam e rrisin kualitetin e karakterit të një njeriu. E rrisin fuqinë e vetë kontrollit. Edhe fakti që të devotshmëria kur folëm në fillim e rrit edhe nivelin e vetdijes se Allahu mbikëqyr robën e tij në të gjitha situatat dhe rrethonat, para se të derë ky muhabeti i Big Brother show-it, domethënë ato kamera që i fusin edhe në shtrat, besimtari e din se është i survejuar me kamera 24/7 nga Allahu i gjithdijshëm dhe gjithfuqishëm. Edhe andaj ai nuk pret ligjit ta sanksionon ose të zbulohet afera, po e ka frikën nga Zoti dhe ajo e ndal për të gjitha gabimet që mund t'i bëjë ai. Ky fakt i vetdijes se Allah e mbikëqyr e ndal çdo njeri nga çdo gabim që bën dhe nuk e lejon që epshi ta dirigjon. Edhe në momentin që joshet nga një femër e huaj, ai t'ia lejon vetvetes të bie në tradhtimet e dhe tradhton bashkëshortën e vet. Edhe fakti është se vetëm Islami është ajo fe e cila e ndihmon çdo individ, mashkull qoftë apo femër, për ta ruajtur nderin e vet dhe për ta mbrojtur jetën bashkëtorë nga çdo tradhti e mundshme. Se Islami është shumë kategorik edhe shumë i rrept në çështjen e tradhtisë bashkëtorë ose marrëdhënieve jashtëmartësore. Edhe pra çka ne themi se Islami zgjidhe shumë probleme tani. Ky problemi i divorceve që thuhet se ka probleme mospërputhje karakteri, fakt është se nuk është i sinqert, se problemi është tek tradhtia. E tradhtin e ndihmojnë tani shumë komponente, po e para është kjo që e folëm na, mungesa e vetë kontrollit përballë epsheve dhe vonesa e martesave
Pastaj do thot shikimi i shumë bukurive falso, të cilat imponohen me operacione plastike, imponohen domethënë me shumë gjëra artificiale që i vendos një femër për të bërë më e bukur sa që realisht është. Tash një mashkull i cili joshet vazhdimisht me fotografi të tilla që nuk janë natyrale, janë artificiale, me operacione plastike, me shtesa në trupin e tyre, nëse i mungon devotshmëria dhe frika për Zotit që të ul shikimin para fotografive të tilla dhe nuk e ka fuqinë për ta mbrojtur veten nga pasioni dhe epshi në momente kur i mundsohet një gjë e tillë, atëherë gjithsesi ai ka marrë atë mëkat. Edhe momenti që bie në mëkat, tradhtia, domethënë divorci është rezultati më i pakët i mundshëm negativ. Ajo që e pret atë njeri prej pasojave negative në jetën e tij, prej humbjes së bereqetit, humbjes së suksesit. Pra çdo mëkat ka pasoja. Sigurisht, problemet psiqike, për shembull, momenti që ai divorcohet, domethënë për shkak gabimit të tij, ajo tradhti ndaj bashkëshortës së tij që është njeriu më i afër në jetën e vet. Edhe ai hap që e ka bëu ai, domethënë ku e ka thyr besnikërinë e vet, ai ka me përcjell gjatë gjithë jetës së tij. Edhe nëse është pak afër normales, ai njeri s'ka me arrit të këndjellet nga kjo goditje që i ka ndodhur prej gabimit të tij vite me radhë, derisa nuk pendohet sinqerisht për atë që ka bërë. Edhe vendos ta ndryshon sistemin e jetës së tij. Përndryshe, ai veç ka me shku duke ashtu vuajtjes shpirtit të tij dhe jeta e tij ka me qenë vazhdimisht më e zezë dhe më e zezë. Edhe andaj na themi vazhdimisht pas ofertat e Islamit janë shumë të rëndësishme që të merren seriozisht, edhe po është kufizim në momentin që ti joshesh nga një femër e huaj, është kufizim. Që të themi për shembull kufizimet. Po, ama ki kufizim të nxjerr faqe bardh pranë familjes tone, pranë bashkëshortes tone, pranë fëmijëve të. Sepse në momentin që ti martohesh, i jep një besë, edhe e merr një besë. Edhe pastaj në momentin që shtohesh me fëmijë, e shton edhe një përgjegjësi. Një jetë e shtrur nuk është asnjëherë një jetë e lumtur, asnjëherë një jetë e këndshme, pavarësisht se është jo se ka kënaqësi momentale, të cilën kënaqësi momentale e shoqëron një keqardhje shumë e madhe dhe një vuajtje e madhe shpirtërore, e cila nuk i ndihmon as pak, as nuk ja leton jetën e kësaj bote, po plus asaj na besimtarët e besojmë edhe konstatojmë dhe jo themi të gjithëve se e pret diçka edhe më e keqe se kjo në jetën pas vdekjes. Hoxhën, falenderoj shumë për këto minuta që ndat me ne, për këto këshilla, për këto orientime, Zoti ju shpëlef me të mira. Faleminderit edhe juve që na dha rastin të jemi bashkë me ju, e Zoti ju shpëleft. Amin gjithëve. Për miq, këtu e mbyllim dhe këtë takim, ishim me Hoxhën e nderuar Bekir Halimi, një mik i veçantë i besimtarëve musliman në Shqipëri, pasi ai her pas here është mysafir jo vetëm i këtij emisioni, por se me djumeve të shumta. Unë falenderoj shumë që na kushtuat vëmendje të jemi nesër me një tjetër temë, tjetër të ftuar. Kalofshi sa mirë.